Financimi I pjesëshëm nga qeveria I koncertit të Kanye West natyrisht që është një vendim I debatueshëm. Afërmendsh prandaj për të po flitet shumë, për të ka debat shumë e kështu me radhë. Është I debatueshëm, qoftë nga pikpamja politike e morale, ekonomike. Në këtë të fundit, do doja ta thoja që në qoftë se përfitimi I menjëhershëm I ekonomisë do të jetë qoftë edhe 100 euro më shumë se sa 400 milion lekët e financuara, ekonomikisht është I justifikuar. Patjetër që nga pikpamja politike, morale, vendimarrjes gjithkush ka opinionin e tij, ka kundërshtimet e tij, edhe unë kam kundërshtimet e mia, por në fund fare duhet të themi të vërtetën. Dhe duhet ta themi të vërtetën e plotë. Cili do që zgjedh shëndetësinë si argument për të kundërshtuar koncertin e Kanye West apo financimin e qeverisë, financimin e pjesëm, për koncertin e Kanye West, shëndetësinë duhet ta lërë me njëherë. Afërmend që parat në shëndetësi nuk do mjaftojnë ndonjëherë, ama duhet ta përsëris, kemi buxhetin më të madh në histori dhe në krahun tjetër në shëndetësi, kemi buxhetin më të madh për barnat onkologjike dhe këtyre barnave onkologjike ju shtojnë dhe 17 milion euro të tjera. Janë shpenzime të dobishme të cilat nuk mund të fshihen apo të bën numra shpejtësie për të justifikuar debatin lidhur me financimin e pjesëshëm të koncertit të atij këngëtarit që do këndojë nesër. Të vërtetat duhen thënë të plota.